Gjykata shkallës së parë në Shkodër këtë të premte dha masën e sigurisë arrest me burg për Gjovalin Shkambin, i cili deklaroi se do të vrasin dhe gjyqtar të tjerë nëse dënohet nipi i tij Elvis Shkambi, i cili vrau gjyqtarin në apelit Astrid Kalaja. Edhe gjyqtari që do të dënojë do të përballet me plumba. Ka 13 vjet që i shkruajmë kryeministit dhe të gjithë qeverisë, na jepni pronën se ja kemi bler shtetit. Ai gjyqtar që do të dënojë ka të njëjtën shpërblim, pronat i dham. S'na përdunon kusht, tha ai në një intervistë televizive. Më herët gjatë ditës, familja e Gjovalin Shkambit kishte kërkuar publikisht ndjesë për deklaratat e tij. E nisim këtë mesazh duke shprehur ngushëllimet më të sinqerta ndaj familjes së gjyqtarit të ndjer. Prejmë keqardhje të thellë për të gjithë situatën e krijuar pas deklaratave të babait ton. Kërkojmë publikisht ndjesë për fjalët e thëna prej tij, të cilat, siç ka pranuar edhe vetë, janë shprehur në një moment gjatësie dhe tronditje të madhe. Pavarësisht se drejtësia deri më tani nuk ka ardhur ende të vendosë pikën përfundimtare për këtë çështje, ne nuk duam në asnjë mënyrë të përdorim gjuhë urrëtie ndaj personave që ushtrojnë detyrën e tyre dhe respektojnë proceset ligjore që po zhvillohen. Jemi plotësisht të vetëdijshëm se kërcënimet nuk mund të justifikohen në asnjë rrethan, por kërkojmë mirëkuptim për gjendjen e rënduar emocionale dhe psikologjike në të cilën ndodhet babai ynë në ato momente.